Kanë vijuar gjatë mbrëmjes së djeshme dhe gjatë natës kontrollet në të gjithë territorin e qarkut në kuadër të mega operacionit antidrog Tempulli 2. Nga këto kontrolle, si dhe nga mbështetja e informacioneve të inteligjencës policore, u vu në pranga shtetasi EX 37 vjeç, banues në fshatin Kuman. Nga kontrollet fizike dhe në banesë, shërbimet e policisë i gjetën dhe i sekuestruan këtij shtetasi një sasi lënde narkotike kokain, të cilën e kishte ndarë në 75 doza me qëllim shitjen. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Gjithashtu drejtoria vendore e policisë Fier në vijim të fazës së dytë të mega operacionit Tempulli ka arrestuar 50 shtetas, nga të cilët 20 janë persona të arrestuar, 8 në gjendje të lirë dhe 2 në kërkim. U sekuestrua në cilësinë e provës materiale 820 gram kanabis sativa, 15 ml vaj kanabisi, 116 gram kokain, 2 gram heroin, 2 thika, 25 fishek model 54, mjete 17, telefona 34. Vijon puna për goditjen e këtij fenomeni.